أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Falenderojmë Allahun te bareke ve taala, Zotin e botëve. Salavat dhe selam e dërgojmë mbi më të mirën e pejgamberëve, mbi Muhammedin, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik. Teleshikues të nderuar, ju përshëndetim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vetë se jem tash në muajin e bekuar të Ramazanit, që është edhe muaji i Kur'anit, e Allah subhanahu wa ta'ala pikrisht këtë muaj që ka veçuar me zbritjen e Kur'anit, e ka veçuar edhe me një adhurim të madh i cili është obligim për neve pikrisht në këtë muaj, ajo është agjërimi. Ky muaj që është pra muaji i Kur'anit, muaj i bekuar i sabrit, i durimit, muaj i begative dhe të mirave të Allahut, muaj i faljes, muaj i mëshirës, muaj i lirimit nga zjarri. E ne me emrin e Allahut subhanahu wa taala sot do të flasim rreth një këshille të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, do të flasim rreth një hadithi të cilin e kemi zgjedhur në mesin e thesarit të sunetit, thesarit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ky hadith është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Idha kana awwalu laylatin min Ramadan, suffidat ash-shayatin maradatul jan wa ghulqat أبواب النار فلم يترك منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر وإن لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة." Përkthimi I hadithit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vije nata e parë e muajit të Ramazanit, prangosen, pra lidhen në zinxhir shejtant e gjend kryeneq dhe mbyllen që të gjitha dyert e xhehenemit, të gjitha dyert e zjarrit, saqë asnjë derë e tij nuk jetë e hapur. Kurse hapen të gjitha dyert e xhenetit, saqë nuk jetë asnjë derë nga dyert e tij mbyllur, dhe thret një thirs: "O dëshirues I të mirës, o ti që e don të mirën, eja, pra nxito, shpejto në punë të mira. Kurse o ti që e don të keqen, ndaloje vetveten, ose përmbaju, pra përmbaju nga të këqijat." Dhe vazhdon këshilla e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fjala e tij se Allahu azza wa jall do të liron njerëz nga xhehenemi në këtë muaj, dhe kjo do të ndodhë çdo natë. Nga ky hadith marrim mësime dhe dobi të shumta.
ku fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se mirësitë e këtij muaji fillojnë qysh në natën e parë. Qysh në natën e parë, në natën e parë të Ramazanit, ky muaj vjen me të mira. Ky muaj i bekuar, që dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam edhe para se me ardh ky muaj i ka përgëzu shokët e tij. Jaa shahru Ramadan, jaa shahru mubarak. Ju erdh, ju afru juve muaji i Ramazanit, muaji i begative, muaji i bekuar. Pra, ky muaj me të vërtet vjen me të mira të mëdha, duke fillu nga e para që është përmend në këtë hadith, që prangosen ose lidhen në zinxhir shejtant. Kryenisht prej gjinëve, ata të cilët i nxisin njerëzit në punë të liga dhe punë të këqija. Dhe se në këtë natë hapen dyert e xhehenemit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe hapen dyert e xhenetit. Dhe me të vërtet është një mundësi e mirë, është një rast i volitshëm që ai i cili e dëshiron të mirën të nxitoj. Është një mundësi shumë e mirë, një mundësi shumë e madhe, një ofertë shumë e madhe që në këtë muaj të begative, të lehtësive, që hapen dyert e xhenetit, që prangosen e gjint shejtan, që mbyllen dyert e zjarrit xhenemit, është një mundësi shumë e madhe që njeri të përfiton këtë muaj dhe të shton sa më shumë prej veprave të mira. Kurse ai i cili është i prirë për veprat e këqija ose i dëshiron të këqijat, atëherë këtë muaj le ta ndalon vetveten, le të përmbahet, le ta stopon vetveten nga veprat e këqija, nga se e ka shumë ma lehtë. Është shumë ma lehtë për të që në këtë muaj të nalet nga ato të këqija, përderisa ndoshta jashtë Ramazanit, përveç epshit të tij, përveç dëshirës së tij të ulët, e ka edhe një shok që ndihmon ato punë të këqija, në realitet është armiku i tij më i madh, është shejtani. Këtë muaj është i lidhur dhe i prangosur, atë le ta stopon dhe le ta ndal vetveten. Hapen dyert e xhenetit, dyert e parajsës, saqë asnjë derë nuk jetë e mbyllur. Dhe qëllimi i besimtarit është që të arrijë në atë vend. Është qëllimi i tij pra që të arrijë të hyjë në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Muaji Ramazanit po vjen me këto të mira dhe po ja hap të gjitha dyert, jo një derë, të gjitha dyert, asnjë derë nuk jetë e mbyllur. Të gjitha dyert. E dim dyert e xhenetit. Në mesin e dyrëve të xhenetit është Er-Rayyan, nga e cila do të hyjnë xherusit, po janë edhe dyert e tjera. Dera e namazit, dera e sadakas, e dyert e tjera, të gjitha janë të hapura. Dhe muaji Ramazanit është një rast që duhet ta shfrytëzojmë me të gjitha llojet e ibadetit. Mirë po për ibadeteve dhe me cilat veçohet ky muaj është agjerimi. Është agjerimi i muajit Ramazanit që edhe Allah subhanahu wa taala e ka bë obligim. Pra kem një mundësi, kem një rast volitshëm këtë muaj të bekum, derën e kem, dyert i kem të hapura, por rasti më i miri që është agjerimi. Nga se nuk mund t'i afrohemi Allahut azza wa jall më shumë se sa me diçka tjetër se sa me obligime që na i ka bë, në mesin e obligimeve edhe agjerimi. Kështu që agjerimi thamë është një ibadet i madh, ku Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju besimtar, ju është bë obligim agjerimi, ashtu siç ka qenë obligim për popujt para jush, për njerëzit para jush. Me këtë Allahu na tregon se agjerimi është një ibadet i madh, nga se asnjë popull nuk e ka privuar nga ky ibadet, se një ibadet që ka vlerë të madhe tek Allah azza wa jall. Atëherë sikur se i kam nderu ymetet para jush, njerëzit dhe popujt para jush, je kam nderu edhe juve duke ja bë obligim agjerimin.
La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, që ju të keni frikën Allahut Azza wa Jall. Pra, keni një qëllim me këto ibadete, me arrit frikën ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Me çka? Me agjerim. Vazhdojnë ajetet rreth agjerimit. Ditë caktuar, por cila ditë? Shahru Ramadan, muaj Ramazanit. Muaj Ramazanit obligim. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, në të cilin ka zbrit Kur'ani. Ka dashur Allah subhanahu wa ta'ala në këtë muaj të bashkon shumë të mira. Në këtë muaj të madh, muajin që zbriti Kur'anin, edhe të na bën obligim agjerimin e këtij muaji. Pra me agjerim, njeriu ka një mundësi të madhe që në këtë muaj të fitoj shumë, ta kryjnë prapë këtë obligim dhe të arrijnë që në xhenet të hyjë nga dera e cila quhet Ar-Rayyan. Mirë po kem edhe adhurime të tjera, ku si shkurtimisht po i përmendim, është namazi që është shtylla kryesore mas shahadetit dhe që është obligim edhe më i madh se sa agjerimi, dhe është edhe dera e cila quhet në xhenet dera e namazit, ku edhe kjo do të jetë e hapur gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Në mesin e llojeve të namazit kemi edhe namazin e taravive ose edhe namazin e natës 10 ditët e fundit, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një transmetim: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush e agjeron muajin e Ramazanit me besim të fortë dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet që i ka bërë më herët. E njëjta vlen edhe për namazin e natës ose namazin e taravive, një njeri që e fal vazhdimisht, thot men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e fal namazin e taravive, namazin e natës gjatë muajit të Ramazanit, duke qenë me besim në Allah Azza wa Jall dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, ati i falen mëkatet që i ka bë më herët. Pastaj prej veprave të mira, prej mundësive të mira, është edhe sadakaja, që është edhe një derë tjetër në xhenet e quajtur me këtë emër. Pastaj është leximi i Kur'anit, që edhe Ramazani cekëm se është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani, që ti përkushtohemi leximit sa më shumë, në rast shumë i mirë të fitojmë shumë shpërblime për një shkronjë 10 sevape, e ku është nëse një njeri e lexon Kur'anin një herë e më shumë. Pastaj një rast i mirë për ata njerëz që nuk dinë leximin e Kur'anit, që ta mësojnë leximin e Kur'anit, mësojnë pra shkronjat dhe të mësojnë ta lexojnë librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wallahi është një nimet që nuk mundu me përshkru. Allahu na e ka lehtësu këtë Kur'an, fjalën e tij. Fjalën e Allahut na ka lehtësu, na ka bërë të mundur me veshin ton me dëgju fjalën e Allahut. Na ka bërë të mundur me mendjen ton me kuptu fjalën e tij. Dhe na ka bërë të mundur që me gjuhën ton me shqiptu fjalën e tij. Me lexu librin e tij. Kjo është një nimet shumë i madh. Dhe vërtet kanë shpërblim të madh ata njerëz që merren me Kur'an, e lexojnë Kur'anin dhe ja mësojnë të tjerëve. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kur'anin apo ja mëson atë të tjerëve. Atëherë le të nxitojmë që të gjithë në këto punë të mira, nga se gjatë këtij muaji i kem dyert e hapura të xhenetit, e të largohemi nga të gjitha të këqijat, dhe është një mundësi shumë e mirë nga se dyert e xhehenemit janë të mbyllura, edhe shejtant janë të prangosur, dhe gjithherë të kem parasysh fundin e kësaj këshille dhe fundin e hadithit, se në çdo natë Allahu Azza wa Jall ka caktuar njerëz që do t'i liron nga zjarri. Dhe gjithherë shpresoj dhe kujtoja vetit që ndoshta kjo natë është nata kur do të lirohen anë nga zjarri. E që kjo është një qëllim shumë i madh për besimtarin, të largohet dhe të shpëton zjarrit, dënimit të Allahut. Atëherë kujtoja vetes këto, që çdo natë pra ka njerëz që lirohen nga zjarri. Atëherë duke shpresuar që ti në mesin e tyne puna me namaz, me agjerim, me sadak, me urdhër të mirë, me ndalisë nga e keqja, me respektim të prindve dhe punë të mira të shumta, kështu që e lutim Allahun subhanahu wa taala na ndihmon gjatë
këtij muaji në adhurim dhe ibadet, se pa ndihmën e tij nuk mund të kryhet asgjë dhe këto mos ta harrojmë. Vazhdimisht gjithherë të kërkojmë ndihmën Allahut subhanahu wa taala dhe në fund na shpërblej me shpërblimet e tij të mëdha dhe të na bën prej atyre që këtë muaj e përjetojnë me shpirt, e përjetojnë me kënaqësi të madhe, e përjetojnë me kënaqësi edhe iftarin, një gëzim shumë i madh për besimtarët dhe këtë gëzim ta përjetojnë më shumti ditën e gjykimit dhe ditën kur do të hyjnë në xhenet. O sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.